Nëse do të shikoni, këto shtëpi të gurta, këto rrugica me kaldrëm, kaq të pastra, kaq të rregulluara, me siguri do të vrisit mendjen ku është ky fshat. Nuk është në jug të Shqipërisë, është në veri lindje të Shqipërisë, është në zonën e Dibrës dhe quhet Rabdisht. Është një nga 100 fshatra turistik, jashtëzakonisht i bukur dhe i mbajtur jashtëzakonisht mirë. Këtu në dimër, siç edhe mund të shihet, ka mjegull, ka borë, temperaturat janë shumë të ulta, por njerëzit janë shumë të ngrohtë dhe shumë mikpritës. Në Rabdisht ka shumë për të mësuar. Është një fshat ku njerëzit kanë punuar gjithmonë gurin në veçanti dhe drurin. Është një fshat ustallarësh që kanë nxjerr njerëz të zot që kanë ditur jo vetëm të ndërtojnë këtu Rabdishtin, edhe pas 2 djegjeve në luftrat ballkanike, por të ndërtojnë në gjithë Shqipërinë. 400 ustallar ka pasur dikur Rabdishti. Ka ende si zotëria që do të takoj tani. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm, si jeni? Mirë. Mirë? Jeni lodhur? Nga pak, unë jam Sabriu. Gëzohem. Faleminderit dhe mirë se erdhët. Faleminderit shumë. Zoti Sabri, ju jeni nga ustallarët e pakt që kanë mbetur këtu në Rabdisht, që punoni gurin ashtu si duhet, me mjeshtri. Po. Vetëm unë kam Miguel tash, jemi edhe një 3-4 të tjerë, ustallar të tjerë dhe nuk ka më fshatë që ka pas dikur afërsisht 400 ustallar, sot kanë ngel 4 ustallar. Edhe nuk është një diçka shumë ashtu. Ka ustallar, ka, por nga këto që mjeshtrat e gurit që punojnë gurin tash janë shumë të pakt. Shumë të pakt. Çfarë mund të bëhet që të mos humbas një aftësi kaq e jashtëzakonshme siç është punimi i gurit në kuptimin e ndërtimit të shtëpive, të kaldrëmeve, të sokakëve? Po tash gjithmonë duhet tradita, duhet rrit tradita nga djemt, nga fëmijët. Në familjen tonë ne po e ruajmë, po nuk jetojnë këtu ato, fëmijët e vllajt nuk jetojnë. Fëmijët e mi nuk janë ustallar. Fëmijët e vëllezërve po janë ustallar. Ato po punojnë në botë, punojnë edhe këtu, kanë kompani të vet që punojnë këtu në Dibër. Pak merren me gur, pjesën shumicës të punimeve, po edhe gurin e punojnë jashtëzakonisht mirë, janë mjeshtër për gurin. Por pjesën tjetër merren jo gjithmonë me gur, po merren edhe me ndërtime të tjera. E kuptoj. Duhet të ruajt me një fjalë nga brezat, nga kushe ka si trashëgimi, me një fjalë t'u kultivoj fëmijëve të vet, fëmijët të mos humbe si traditë. E kuptoj. Do ta shikojmë nga brenda një shtëpi të kthyer në bujtim, pra një shtëpi guri të kthyer në bujtim guri tashmë. Faleminderit shumë. Atëherë shtëpia ime është e kthyer nga shtëpi që ka qenë shtëpi banimi, që këtu kemi jetu gati në vitet 90, kemi qenë 22 vet me vëllezër dhe me motra, edhe unë me fëmijët e mi. Ato u ndanë dhe pastaj shkuan në shtëpitë e veta dhe unë ngela këtu në shtëpinë e vjetër, se kjo shtëpi e vjetër e babës tim është. Edhe tash unë kam përshtat, ka 5-6 vite që kam përshtat bujtin, dhe kam bërë disa punime mirë janë dhe ato, mua më pëlqejnë, sepse edhe unë jam mjeshtër i kësaj pune, po megjithatë ju do ta shikoni vetë se çfarë kemi bërë, çfarë duhet të bëjmë akoma, sepse duhet me bërë dhe akoma të tjera, sepse nuk e kemi realizuar hala ato. Inshallah në lezot i shëndosh e mirë. E të kemi një jetë të gjatë dhe shëndet. Amen. Po, mundemi të shohim, po hajde, mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Këtu të kemi shkallë për guri. Sa futesh në derë, janë shkallë dhe gurit. Këto shkallë i ka bë baba im me vëllezërit e mi. E kam bë këtë pjesë. Edhe janë shkallët, po, edhe pjesë e rrasave të gurit. Këto rrasat e gurit janë të shtruar pa lash, janë direkt për dheu, për toke. Me fjalë, nuk kanë beton e kështu. Po nuk kanë lëvizur, jo? Jo, nuk kanë lëviz fare, sepse vetëm ne lëvizim këtu, kom dhe njeriu. Tash edhe këtë mur këtu, këtë e kam ndërtuar, e kam bëu, sepse ne këtu e bëjmë atë murin, punimet e murit e të gurit i bëjmë me sy mbyllur, sepse jemi të lindur me këtë lloj profesioni. E kemi trashëguar me po. Këtu e kam bërë pjesë të re, tash e kam bërë, tash pjesë shtesë e re është kjo. Kemi bërë edhe pjesë të kuzhinës, me edhe ato janë me gur, janë shumë të bukura për ashtu mendoj unë. Edhe këto? Kjo është pjesa, po, kjo është pjesa me rrasa guri, themi ne kësaj. Këtë edhe kjo është shtru, kjo është shtru që në vitet 70. Kjo është shtruar nga baba dhe nga vëllezërit e mi. Nuk ka lëviz fare. Në Rabdisht të gjithë kanë pas emra, po kanë qenë të veçantë, kanë qenë një skuadër, me fjalë ke 20 veta, 20 burra që njiheshin, që mbaheshin, që si krye specialist
ju thashim atyne ne, këto të fshatit. Kanë qenë, baba im ka qenë Ali Shahini, ka qenë Muharrem Seferi, ka qenë Rahman Nesimi, janë shumë Kamber Braha, janë shumë i fjalë nga specialistët që jetojnë kanë gjurmët, edhe sot e kësaj dite kanë gjurmët e shpive. Sepse me një plumshe, me një mistri, edhe me një çekiç, edhe me një sharë dore, ato bëshin mrekulli. Ndërsa sot gjithmonë gurt, se këtu ka qenë dy lloj punimesh guri ka pas. Murën të thatë, pa balte, pa beton, s'bëj fjalë punë e betonit, edhe murë me baltë. Murët janë gati mbi 65 cm, gjithë murët e shtëpive janë mbi 65 cm, shkojnë 65-70. Shkojnë sepse ajo lidhesh, nuk bëheshte më i gjerë muri, sepse nuk arrite guri të lidhej me njëri tjetrin. Se muri mbasi si shifet faqja e jashtme që është i lidhur gjithmonë, por është edhe faqja e mrençme, muri me mur, guri me gur, faqja e mrençme me të jashtëm do të lidhet me gur. Edhe ai quhet se nuk janë gur të vegjël, janë gur të mëdhej, edhe kapin ato me njëri tjetrin, siç janë këto rrasat e mëdha, këto pllakat e mëdha. Janë me vite me fjalë, këto i kanë rezistuar shumë tërmeteve, çase këto është zonë sismike arabishti. So ndesha të nxjerrë edhe në për fshat pak, të shohim pak ato shtëpitë e bukura që janë shumë të bukura. Edhe të shohim ato që janë të gjitha me breza në çdo 90 cm, 1 metër, 90 cm ka një brez. Brez sismik. Brez sismik, quhet ai brezi, edhe lidhen shtëpinë komplet. Edhe nuk lëviz shtëpia. Sa tërmete kanë shkuar me fjalë, sa dëmtime janë bë, këto s'çajnë kokën fare. Gjithçka e bën me dorë. Gjithçka e bëm me dorë, gjithçka këtu. Baba imi kishte gjitha veglet ato, zdruktat e luleve, të ngjyrave ato të kanaleve që bëshin ato pravazat, ato gjitha i kishte. Ke lop, ke kafsh, patjetër. Kemi lop, kemi kal, kemi keca, kemi dele. Edhe një 200 gjatë vegjël. Ushqimi këtu i zonës cili është? Ushqimet e zonës janë grosha, patate, fli, byrek, ne i thomi petmisri, japrak, sarms. Ku mbahen me ndryshata? Ku mbahen me? Pa buka, si e bën vetë. Bukën e bëni vetë? Po, buk misri, pul me qull, mish qingji, mish keci, e në mish vici. Sheqerparja në fund. Sheqerparja është ëmbëlsira e zonës, po, e tradit. çfarë bëhet? Me gjalp. Me gjalp. Ka dhe me gjalp të tretur dhe me gjalp pa tretur. Fesa, gratë Dibrane, kudo që të shkosh në zonë, njihen për që e mbajnë rregullin, pastërtin, zonja, do me thënë këndon shtëpia nga duart e tyre. E keni pasur gjithmonë këtë traditë? Dibra e ka pas gjithmonë tradit pastërtin, me thënë drejtën. Edhe mikpritjen, edhe pastërtin e kam pas gjithmonë tradit. Do me thënë, bëhet nami nëse të vjen dikush mysafir edhe nuk ta gjen shtëpinë ashtu si duhet në rregull? Nami bëhet. Po të shte, këta po një mbrenda mundësive, po në çdo familje që të shkojsh pastërtia kullë. E kuptoj. Bëhet nami. Bëhet nami, kuptova. Zonja Dibrane kanë goxha pushtet në familje, apo e kam unë gabim? Kanë pushtet, kanë. Sidomos në familjen tonë, ne kemi qenë gjithmonë të barabartë. Edhe ne na marrin pyetje. Po, kush e thot fjalën e fundit, ti apo Sabriu? Ma për vendos dhe vendosi zoti i shtëpisë. Po ti ja i e vendimin, ai vetëm me... Kështu të ma e bëjmë ne. Në disa zona të Shqipërisë ka pasur një, le të themi, thënie që kur nglidheshin burrat në ot për të marrë vendime në darkë, thoshin ta lëm të flej dhe nesër ju japin përgjigje. Sigurisht shkonin të flinin me gratë dhe pastaj i jepnin përgjigjen në mëngjes. Ashtu pas ka qenë. Ashtu ka qenë. A ndodhi një gjë nga juve?
Nuk e di jo, ne jo. Dhe me thënë, me Sabriun e diskuton në darkë? Direkt në derkë. S'ka ma si të fjesh, ka gjumë, nuk ka lafë. Nuk ka lafe, nuk diskutohet. Jo, jo. E kuptoj. Fesa, ti sa vjeç je? Unë jëm 55. Okej, jemi një mosh. Ti e ke jetuar edhe kohën e komunizmit, apo jo? Pa qetër. Qa punë e ke bërë në atë kohë, me qa e marrë? Unë mbarova klasën e 8 du martova. Kaq? Kaq. Po sa vjeç ishe? Unë 17 vjeç. 17 vjeç? 17 vjeç, 17 e gjysma si jam martu. Erdha këtu, jetë shumë të mirë, jetë mirë për shumë të mirë. Jeta shumë e mirë. Do me thënë që atëherë ti me Sabriun edhe... Po, në 37 vjetë, hecim për 38. Po. Shumë mirë. Kështu na shkofshin fëmijët ne. Shiko, vazhdon ta duash Sabriun si atëherë. Pa tjetër, ma shumë bile të... Ma shumë e të se ta jem për shok. Atëherë kishe ma shumë. Jo trisim fëmijët, jo kishte hyrje dalje ma shumë, të shte hyrje dalje kapë, të hënë u marim blek. E kuptoj. Shiko, e zgjodhe ti Sabriun apo Sabriu ty? Ne, Kujt i shkoj syrit parit? të dive. Të dyve? Po, thuaj njëri se se bënami. Të dive se. Dyve. Për faktikisht baba ka qenë autori kryesor, baba i Sabriut. Baba i Sabriu. Po. Do me thënë, u martove... A me të cënë këm qënë e re atëhere. Pyetja shumë e thjeshtë. A u martove me dashuria me mblesëri? Jo, me shkojtësi, me mblesëri. Shkojtësi. Po, pa Po, qetë. dashte deshe. Po ishim pa në herë ke motrat. Po jeste dëmër është këshu. Ishit pa nëjerë në trallë, pastaj... A në ma u bëheli. Natën e dasmës u pa ta ma? Pa qetër. Natën e dasmës. Natën e dasmës. E marrë. Imi taku para, oj tut. Imi taku para se ka pasjon pak si liri i masu u hap. Ja dhja 3 herë, se Sabriu kërimi fejun e ka qenë ushtarë. Pastaj drejt e nuse ti këtu? Po, pastaj drejt e nuse. Dijet gatuaj kur erdhe? Shumë pak. Isha kalamajtut, 17 vjeç. Kush të mësot gatuaj apo? Nana. Nana këtu. Nana është... Nana e Sabriut, po. Jo vjehër sa shumë lërkë. Shumë? Nan, po. Ti thu nan. Nan. Kështu është zakoni në këtë zonë apo e bën vetëm ti? Jo, mi se gjithë shu. Gjithë kështu i thon nana? Nana të heka del hall, mami. Fesa, emigracioni këtu në fshat, ka prekur, ka pasur shumë familje që kanë emigru? Po si, gjithë. Ku kanë shku në emigracion? Greqi, Itali, të hë Gjermani. E kanë diku fshatin, do me të? Po. Fëmijët tonë Norvegji. Po ju keni bërë këtë investim, këtë bujtin, keni njerëz, keni mysafirë që ju vinë, e shohin ata si një mundësi për ta zhvilluar dhe më shumë? E shohin. Po për të këthi njerë nuk kemi arrit ka ato, e di. Se kam punat atjetë, e ta shofim. Po ju e këtu gati ja u keni bërë? Po këtu gati. Mbi 15 vite unë kam bërë emigracion. Në Itali kam qenë 2-13 vite kanë qenë në Itali. Edhe pastaj në vendin e Maqedoni kam qenë, në Greqi kam qenë. Greqin sa e ke bërë? Pak, shumë pak. Një vit ose një vit e gjysë ose 2 vjet, nuk jo më tepër më. Me sezone me pjesë të shkurtra. Në pjesë më të madhe ke bërë Kurse në Itali, po, në Itali kam jetuar gjatë. Qa punë e bërë? Edhe në Itali në fushë më tepër ndërtim, nga të dilte puna, sepse po me ndërtim më shumë. Që jam edhe këtu pastaj se këtu e kemi tradit pjesën e ndërtimit ne. Fshati vërtet është fut në projektin e 100 fshatrave. Ato që kanë bërë një zgjedhje shumë të mirë dhe shumë të duhur, sepse megjithmend e meriton
një diçka të tillë, por duhet pak duhet që të investohet pak të ndërhyjet, pak të ketë një ndërhyrje edhe nga pjesa e shtetit, me fjalë, ke pjesa çative, ke pjesa e rrugëve, ke pjesa janë bë disa rregullime, disa ke kanalizimet janë bë, me fjalë kanalizimet e ujrave të zeza, kanalizimet e ujrave të pishëm janë rregulluar, janë bë të reja, ato ka 2-3 vite që ka bë një fondacion ALCDF quhet, fondacioni me drejtoresh Shelin Dita Thaqin, ato pa 3 viteve me fjalë bën sistemimin e ujrave të bardha, sistemimin e ujit të pishëm, bën ato sistem 3 të ujrave të pishme, bën ndriçimin rrugor të fshatit, sistemimin e kaldrëmëve të rrugëve, me ato gurë që ishin, sepse aq ishte fondi, një fond i vogël, ishte vetëm për të sistemuar me fjalë ato gurë për të vunë për mend, mbasi u hapën kanalet e këto rrugë që shkuan secila shkuan me vetë. Por duhet edhe më tepër, duhet dore shtetit më shumë, duhet dore e një donatorit fuqishëm që ta çojë aty në identitetin, sepse fshati nuk është si gjithë fshatrat të tjerë, nuk është një fshat i braktisur. Fshati ka njerëz, ato njerëz që janë kthy, që kanë emigruar, po kthehen, po vazhdojnë të kthehen. Kemi mbi 10 familje që janë kthy, që vazhdojnë të rregullojnë shtëpitë e veta, të mbajnë, një pjesë kërkojnë të bëjnë në bujtina, një pjesë tjetër vazhdojnë të mbajnë për veten e vet, për familjet, për një fundjavë, për një diçka, janë mbi 10 familja, 15 janë, nuk e di numrin e saktë, që s'kam bë ato po. Po kthehen njerëzit, me fjalë, nuk është një fshat i braktisur. Në gjithë fshatet tu jetojnë gati 85 familje, nga 200 familje që ishin kapi shumën më të lartë familjeve, gati 197 familje, 98 familje shkruaj. Sot është aktualisht me 85 familje. Banoj. Edhe janë momentalisht banojnë 400 banorë janë, afërsisht 400 banorë. Dhe është fshati më i populluar nga gjithë fshatrat që kemi këne përreth. Edhe nuk është një fshat i rënum, po vetëm 4 shtëpi janë të rënume. Të tjerat janë të gjitha në këmbë, pavarësisht se i kanë hequr ato llamarina, ato çatit të rrasët e gurit, edhe i kanë bërë me llamarina, sepse po ta pish me rast guri ka një kosto shumë të madhe, ajo ka dhe duhet një. Po prap faleminderit do të më thonë që po e mbrojnë vendin, po e mbrojnë fshatin, nuk braktiset dhe nuk rënohet. Ti kthehemi pak emigracionit, sepse radishti është modeli se si njerëzit vazhdojnë të kthehen, si shtat edhe ju 10 familje janë kthyer, nuk janë pak për një fshat. Ti vetë në emigracion, ishte e rëndë, e vështirë? Shumë i rëndë emigracion, emigracion s'ka, je i huj në vend huj, nuk bësh kur, sa do që ti je i aftë, mund të bësh një diçka shumë të madhe për vend, po bëm për vendin e huj. Ti bën pak ekonomi, po bën për vendin e huj. Bësh më pak ekonomi të bësh për vendin tonë, bësh për shtëpinë tonë, për adheun tonë, për vendin tonë. Kjo është më e mira e të mirave. Se edhe kosovarët në atë kohën e Titos se po futmi pak kështu në krah tjetër. Ai deshi ta shpopulloje Kosovën. Mirë po ata ishin shumë të zgjuar, shkuan, fituan edhe u kthyen në Kosovë prapë e populluan prapë Kosovën, e rindërtuan edhe e bën më të fortë se sa ishte. Po edhe këtu, tash edhe ato emigrantë që janë, edhe të kthehen, të mbajnë të shtëpitë e veta. Nuk do bëjnë gjithë bujtina, po ka punë për të gjithë. Mund të hapen restorante, mund të hapen bujtina, mund të hapen ka nevojë për bujtina sepse numri i turistëve sa vjen dhe shtohet. Sa vjen dhe shtohet, nuk është se unë çdo vit është një bujtinë tjetër që është këtu në krahin Fitim Goleci. Unë kam krah djathtë atë, edhe kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me to, sepse pa të unë jam i mbaruar. Të fillosh puna e turizmit, po nuk patet bashkëpunim. Në familje që s'diskutohet njëherë, se në familje po nuk patet bashkëpunim me grup, po nuk patet me fëmijët, me kalomajt, me njerëz, je i mbaruar. Po nuk patet bashkëpunim me katondarët, je i mbaruar. Po nuk patet bashkëpunim me bujtina të tjera. Nuk është punë xhelozie, është punë bashkëpunim, bashkëpunove, puna ecë përpara. Shiko, do me thënë, ta themi kështu. Sa më shumë bujtina që të hapen, aq sa më shumë biznese që hapen, nuk është se konkurrojnë njëri tjetrin. Jo, asnjëherë, shtohet puna më tepër, shtohet puna më shumë. Po njerëz nuk e kuptojnë këtë. Nuk e kuptojnë dhe thotë, jo pse të bëhet një, jo pse të bëhen dy. Unë kam shkuar se jam para 5-6 vitesh, e kam hapur bujtinën. Ishte edhe koha e pandemisë bile në atë kohë. Edhe unë, me thonë drejtën,
Ekonomi nuk e kishim sepse na ndihmoi pak, fondacioni i GIS na ka ndihmuar shumë. Edhe kur bëna restaurimin e bujtinë që e ktheva në bujtinë shtëpinë time. Edhe ishte shumë e vështirë, më kapi dhe pandemia dhe sikur më kapi pak frika, por isha shumë pozitiv, shumë aktiv. Thashun jo, thashun do ta vazhdoj tash të punë, thash edhe kjo punë të dalë me rezultat sepse unë e di se si është puna, pavarësisht pandemisë këto punë të tjera. Po megjithmend puna më ka shkuar jashtëzakonisht mirë, vazhdon të rritet çdo vit vin agjenci të reja, sepse unë punoj me agjenci shumë, edhe me shqiptar punoj, pa me agjenci të reja punoj shumë. Edhe unë ku do i qoj? 2023 unë i kthesha njerëz. 2024 çfarë rezervimi erdhën për 2024 për 2025 nuk i kthesha më, sepse kisha bujtinën tjetër këtu. Edhe i qosha, vishin njerëz të punë, kisha 2 grupe, 3 grupe, shkote numri 35 vetë, unë kapacitetin e kisha të vogël. Këtë vit 2025 e shtova dhe një 8 shtretër, edhe kam qenë 20 kapacitetin, 20 shtretër. Edhe unë nuk bëj më tepër më. Tash më marr 1000 vetë në ditë, 100 vetë në ditë, nuk mund të bëj hoteli sepse unë e prishja dorën time, punën time, edhe nuk mundem të shërbej njerëzve ashtu siç duhet. Unë duhet që njerëz që të vinë këtu, t'ju shërbej, që të më kthehet prap. Ai njeri, po më kthy prap, unë jam mirë. Po nuk më kthy, është duhet me pa vetëm time se ku ka çalu puna. Edhe kështu që nuk shkon. Po të hapën bujtinë të tjera, se unë i marr për shembull grupet, i them jetë tek unë. Pastaj agjencitë unë i njoftoj, i them, dëgjoj këtë datë kam këtë grup. Grupi tjetër se unë e quaj sikur kam bujtinën time atë, jo se është bujtina e fitimit apo e atij fitim golicit. Unë i them hajde se tash pim një kafe këtu, vin këtu dhe i them do të shkojmë ke bujtina tash këtu. Edhe han dark atje, edhe këtu tash do i shërbejnë këto njerëz që kam këtu, këto njerëz dhe mi që kam këtu. Edhe këtu nuk e marrin vesh ato të huajt se e kujtja është bujtina, e kujtja s'është bujtina. Me fjalë, unë shkoj atje, i shoh, i shoqëroj me një gotë raki, me një çaj, me një diçka, me një pije nga tona kështu. Edhe ju mbaj atë me fjalë tensionin që ai mos e ndjeje atë veten e vet sa është nis për tek unë. Unë tash kaq kam kapacitetin. Mirë po, edhe atë e kam vonë punë me fjalë nëpërmjet këtij bashkëpunimit të bukur, sepse pa bashkëpunim ke marr fund. Emigracioni sot ka ardhur emigracioni që ato lek që merr një usta në Gjermani i merr në Shqipëri. Edhe unë më mirë kam vetën time, po të kem një fëmijë, një nga fëmijët të kem këtu ose një nus apo të kem një person, unë jam si mbreti. Sepse ato 20 veta, 22 veta, 25 veta unë i pres, i mbaj në dorë. Në atë kohë faktikisht nuk e kisha idenë për të bërë bujtinën. Në atë kohë. Po për të bërë sepse unë kisha, para, po për të bërë sa para, sepse kisha fëmijë në shkolla. Edhe ekonomia ishte pak e dobët, nuk ishte. Edhe njeriu për një jetë më të mirë shkon ndaj. Por sot më thon, hajde se do t'japim 200 euro në ditë, 300 euro në ditë, unë nuk shkoj. Sepse nuk ja vlen për mua. Nuk ja vlen. Edhe i ri me qen, më thon, hajde se ke 200-300 euro i ke 6000 euro, 5000 euro, 6000 euro në muaj, nuk shkoj.
Mëngjesin zakonisht e filloj me petullat. Edhe petullat shoqërohen me reçelërat e shtëpisë, me çaj, me qumësh, se këtu kemi çajin. Pastaj filloj me pjesën e drekës, që është me byrekun. Me çfarë është byreku? Byreku është me gjisë dhe me qumësht. Zakonisht bëjmë edhe një byrek tjetër, për shembull një byrek misri, mund ta bëjmë me qep të njoma, ose me presh, ose me diçka të njom, të fshatit. Këtu kemi të byrekun e grurit. Pastaj kemi kimën me vezë, ose qep me vezë, që i kemi tradicionale të fshatit, i shoqërojmë edhe me turshit. Fillojmë të ëmbëlsirat, po. Po na e bëjmë me sy, Po. Tani që kemi tradicionale të fshatit, të fshatit tonë. Këtu për shembull kemi bërë një hallë. E kam ndryshuar një çik formën. Me ara? Po, është me ara. Edhe pastaj është shoqërparja, që është traditë e Dibrës, por kjo është një mënyrë tjetër. Është pak më ndryshe duket, mund ta shikojmë? Po. Ta shikojmë kështu. Kjo quhet shoqërparja në formë trëndafili. Në formë trëndafili. Po. Ta shikojmë që Kjo domethënë, kjo është sheqerparja në formën e trëndafilit. me gjalp fshati. S'kishim para asgjë kështu. Me vezë fshati. E ke shpikur vetë këtë? Po, tani shumë vetë bëjnë kështu, po. E kuptova. Kjo do jetë Ndërsa kjo është baklavaja, po. Vetë ke bërë këtë? Po, edhe këtë vetë kam bërë. Sa peta sa peta. Tani Se mundi më madh duket. Po, ka të Sa peta duhen për një tepsi? për Që shembull, të dalë kështu, kaq e të mirë. dalë fikse. Kjo për shembull unë e kam bërë të holl, nuk e kam bërë të trash, se varet se sa dëshirë ke ti ta bësh të trashësinë e baklavas. Këtë për shembull unë e kam bërë me 50 peta. 50. Po. E Mbasi të kuptoj. piqet. Sa orë duhen për të bërë 100 petat e baklavas? Duhet Edhe sa gra. Që ti të hollin një nga një. tani do në kohën e vet, çdo ëmbëlsirë do kohën e vet, po baklavaja të paktën një 2 orë të mira. 2 orë? Varet thashte te trashësia e baklavas, se sa do bësh. 2-3 orë shkon. Pastaj edhe pjekja do të piqet ngadalë, në temperaturë të ngadalë. Fillon në 180, pastaj do të rri një 2 orë të mira në 150, sa të marrë ata pjekjen. E kuptoj, që bëhet delikatesë. Bëhet një gjë. Do të na e marrësh një të na e tregosh një çik? Patjetër. Ky është lëngu i thanave. Lëngu i thanave, i mblidhni këtu në fshat thanat? Thanat bëhen në fshat, është i vetmi frut që bëhet vetë, rritet vetë, nuk ka nevojë për... Thjesht ta mbledhësh Po, edhe... vetëm ta mbledhësh, edhe duhet i bëjmë komposto dhe i shërbejmë lëng. Për të gjithë njerëzit, për të gjithë turistat, edhe është i vetmi lëng që pëlqet më shumë nga të gjithë, sepse është bio. Tani, këtu kemi një gatim tradicional, është ndërma nga më të vjetrit e fshatit tonë, që është përdorur nga gjyshet tona, nga nënat tona. Ky është byreku tradicional, është byrek i pjekur mbi sopë, edhe ky byrek mbasi piqet, e coptojmë, e bëjmë copa të vogla, dhe ky pastaj zbutet me pak qumësht ose me pak shëllir, edhe me gjalp sipër, edhe shërbetin ngrohtë, dhe është shumë i shijshëm. Si gjithë shqiptarët,
Edhe unë kam ndjekur rrugën e emigracionit. Pas kalova shumë vite atje, pastaj. Ku ishe? Pjesën më të madhe të kohës kam qenë në Greqi, një pjesë të kohës prapë në Itali. Pastaj fshati na thiri, kthej, vendlindja, sepse ne kemi lindur këtu. Nga do që të shkosh, kudo që të shkosh, ti fundin do të kërkosh vendlindjen tënde. Ati ku ndjesh rahat, ku ndjehesh i qetë nga të gjitha drejtimet. Edhe ndoshta mund të mos kesh ato kushte që ke pasur atje ku ke qenë, por je i qetë, e bën gjumin të qetë. Flasim për shumë vite. Sa ku kam marru shkollën e mesme, shkollën e mesme e kam marru herët, në vitet 93, 94, dhe që nga jo kohë nuk jam ndarë emigracionit deri në vitet 2000, dhe më thënë, kanë qenë goxha vite. Mbas viteve 2000, pastaj u rikthym, sepse edhe kushtet ndryshohen, familja na kërkonte, edhe vendi na kërkonte. Gjithsesi edhe u martova, kështu që krijova dhe familje dhe isha detyruar që punoja dhe t'jetoja këtu. Kushtet na detyruan që të rikthehemi në fshat, sepse fshati është fshat malor, që është frekuentuar vazhdimisht që nga koha e hapjes demokracisë nga turistët. Dhe thamë, mundohemi të bëjmë jetën tonë këtu tani. U lodhëm ande nga ishim. Dhe besoj që kemi filluar dhe shpresojmë të vazhdojmë edhe të arrisim punën që kemi nisur. Çfarë ka kaq të veçantë Radishti? Po fshati jonë është një fshat malor. Ka pyjet, bjeshkën, ka natyrën, ka gjelbrimin, ka njerëzit punëtorë që punojnë këto që bëjnë gjithë prodhimet bujqësore dhe blegtorale që ndoshta në qytet është shumë e vështirë ose e pamundur që t'i gjesh. Ato i gjen këtu në fshatin Radisht. Fshati ndërkohë duket që është fshat i vjetër. Do të thënë ka histori të hidhur, po ka edhe histori të bukur, edhe duket që njerëzit tu preferojnë të kthehen. Tani fshati, mbas të arkivave që edhe unë kam ndjekur, është goxha i vjetër. Ne kemi shembuj këtu të fshatit, Varezat, që janë gjërat më të dallueshme që mund të shohësh një fshat është i vjetër, por edhe në arkivat që janë gjetur në defteret e vjetra turke, sepse ato merren përballë tani, besoj që nga viti 1647 janë mbajtur shënime, domethënë nga njerëz që kanë paguar taksa, gjëra, atëherë ishin diçka ndryshe ka qenë, nuk figuroshin asgjë nga këto emra dhe mbiemrat tonë që ekzistojnë tani. Pra fshati është i hershëm, nuk është. Ka qenë i banueshëm. Pastaj këtu është fshat që ka pasur edhe pasoja, ka pasur edhe dëme domethënë gjatë luftave që janë zhvilluar ballkanike dhe fshati janë pothuajse është shuar 2 herë. Po përsëri është ringritur dhe besoj që tani është në rrugën e duhur. Kur ishe në emigracion, dhe ti më thej që ke ndenjur gjatë në emigracion, për çfarë të merrte malli më shumë për të kthyer këtu? Cila ishte ajo që edhe kur flije, shkoje për të fjetur, të kujtoje, edhe kur çohesh në mëngjes as sikur ta kisha? Po vendlindja është ajo, ti atje ku do lindesh, ku je rritur dhe ku ke kaluar fëmijërinë tënde dhe pjesën më të bukur, domethënë, kudo që të shkosh, ato askund nuk mund t'i gjesh. Domethënë ato kujtime ti mund t'i ëndrosh, po nuk mund t'i rigjallërosh dhe i herë. Ato i ndjen vetëm në vendin tënd. Dhe kjo është ajo që tërheq gjithnjë te vendlindja dhe ti kado që shkon do vish përsëri këtu. Dhe unë them që është do kush, sepse e kam provuar dhe vetë, si gjithë shqiptarët e tjerë. Kudo që t'jesh ti nuk je vetvetja në vendet e huaja. Kur të vish në vendin jot, atëherë ti do jesh vërtet vetvetja dhe çdo kush duhet mundohet që vendlindjen në vendin e vet ta rindërtoj, ta bëj dhe të jetoj atje.
Ne kuptoj. Këtu në Rabdish dëgjova që keni një shprehje apo një batut që lidhet me mikpritjen dhe është që mikun edhe pa ngrënë mund ta lësh, po të pa ngrohur, pra pa ngrohje, pa dru nuk mund ta lësh. Si është? Ne themi çik më trash ose më nga që edhe fjalët i branche domethënë godasin, po duhet kuptuar domethënë për mirë. Na thuaj di branche, si e thoni? Mikun mund ta lësh pa buk, po pa dru mos e lë. Domethënë pa dru, jo t'japish dru, po ti e fusish zjarit dhe të mos e mërdhifish mikun. Po nëse miku është i zgjuar edhe e kupton çfarë thotë. Miku e kupton se kjo nuk është vërtet, kjo është një shprehje që përdoret, domethënë për mirë, jo për jepi dru vatrës, jepi dru zjarit, jo mikut. Unë më shumë, Bujtina Goleci është angazhuar ke turizmi familjar, por nuk është lëmbra pa turizmin e hikingut, të huajve ose çdo kujt tjetër që merret me këtë punë. Ky ishte një vit, domethënë që ishte goxha i mirë për fshatin, për neve, po edhe për vetë qytetin tonë, domethënë rrethin tonë, sepse kërkesat po rriten vazhdimisht dhe ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm që t'jemi të përgatitur për sfidat tjera që na presin, sepse vit pas viti besojmë dhe shpresojmë që puna do rritet dhe ne duhet të jemi në gjendje që angazhohemi, dojmë përmirësimet tona në mënyrë që ne të mos lëmë asgjë mangut nga ajo që na kalon nga ana jonë, paktën për çdo kënd që dëshiron, që vjen, po me gjitha që ai të rikthehet dhe në risje të tjera. Kjo është gjithë sfida jonë. E kuptoj. Ju vetë, çfarë mund të përmirësoni? Po vazhdimisht do të thjeshtim përmirësim. Se edhe atëherë ku thu që jam mirë, ka përsëri gjëra që ti duhet t'i bësh më mirë. Si në kërkesën, duhet të mësohemi me çfarë kërkojnë ato që vinë këtu. Dhe çfarë kërkojnë ata që vinë këtu? Ato që vinë këtu më shumë kërkojnë janë të apasionuar pas natyrës, kryesorja, sepse u pëlqen diversiteti i ambientit që është tu, nuk është një ambient monoton. Ka male, ka fusha, ka kodra, ka bjeshk. Po mbi të gjitha pastaj, ata nuk do vinë vetëm për ambientin, do vinë edhe për ushqimet. Ne duhet të mundohemi që baza jonë, kryesorja është ajo ushqimi tradicional që ne prodhojmë në fshat. Dhe baza jonë ajo është. Tu nuk mund të vish ti dhe të kërkosh diçka që mund ta gjesh nëpër qytete. Kur çdo kush që vjen këtu do të mendojë që ne po vim në fshat dhe do kërkojmë gjërat e fshatit. Ne bazohemi ke gjërat tradicionale të fshatit, po pastaj do bëjmë edhe kombinime sepse kemi njerëz të ndryshëm që vinë, nuk është se vinë vetëm ato. Domethënë tani po shtohet dhe po ndryshon, domethënë klientela her pas here. Shumica dërmuese e shqiptarëve e kanë provuar emigracionin, qoftë në Greqi, Itali apo vende të tjera më të afërta, qoftë në Amerikën e Largët, dhe kudo ku kanë qenë. Dhe ndoshta në pjesën më të madhe të kohës, gjithmonë ju është kujtuar shtëpia, gurët e sokakut, drurët, pyjet, vendet ku kanë luajtur si fëmijë dhe kanë vrarë gjunjët, shoqëria, familja, njerëzit e dashur, por edhe një qilim si ky në familjen dhe në bujtinën Goleci, i punuar nga gjyshe dhe stërgjyshe, i cili sot e kësaj dite është këtu dhe është simbol i trashëgimisë ndër breza. Mbi të gjitha është simbol i shtëpisë, pikërisht i asaj shtëpie për të cilën malli të merr aq shumë dhe gjithmonë
kur je në emigracion? Këtu, në këtë familje dhe në Rabdish dhe në zonën e Dibrës nuk ka sharje, nuk shahet njeri, apo jo? Jo, asnjëherë. Po kështu shere s'keni? Jo, jemi fshat i qetë. Po ndonjëherë nuk e ngrini zërin? Po ma më se të folish fjalë të mëra, pse të folish fjalën e keqe? Ja, kjo është, pra, kur mund të flasësh fjalë e mirë, pse duhet të flasësh fjalën e keqe? O, kështu? Kështu është. Ja, këtu e mbyllum. Këtu e mbyllum. Nuk më intereson fare gurbeti. Kur? Sepse do ndërtoj vendin tim. Më dhimbës se familja, sepse do unë fëmijët i kam në Norvegji. Ato më thashin hajde baba piknik. Thash jo, thash. Do mbaj shtëpinë, thash, do rrim me mamin këtu, ju e mos ju bëjmë barrën dhe ju keni punë tuaja, shihni punën tuaj. E thash, unë do ta ndërtoj, thash, bujtinjë, thash tu. Sepse shifsha shumë lëvizje turistësh, ishte shumë lëvizje, frekuentohet shumë nga të huajt, fshati jonë frekuentohet shumë. Gjithë Shqipëria frekuentohet. Shqipëria është lulen nga jugu në veri, nga perëndimi në lindje, është mrekulli. Mrekulli. Këto fjalë dëgjojmë edhe nga të huajt kur na vinë. Çfarë mrekullie keni? Çfarë mrekullie nuk e ka kush. Por duhet punë, duhet kohë, duhet sensibilizimi i njerëzve pak, ndërgjegjësimi i njerëzve që të futen në këtë rrugë. Emigracioni je i mbaruar, nuk ke emigracioni. Shkojnë punojnë, kanë shku këtë vit. E freskët është, kanë shku në emigracion. Shkojnë për sezone për të vjedhur ullije, për të bërë një punë ndërtimi që mund të bëjmë për shembull. Shkojnë edhe me 50 euro, 60 euro me ndite. Nuk merren 100 euro se paguajnë 100 euro. Po 50 euro, 60 euro i merren në shtëpi tonde, duke pas një dy dhoma të vogla, ose një dhomë atje me një toalet të mirë, atje me të krijesh pak kushte, një krevat, një diçka. Me investim shumë të vogël, shumë të lehtë, mund ta kthej shtëpinë në bujtinë. Lisharësi, veçanërisht ky lisharës, i bërë vetë te kjo pemë, është ndoshta nga kujtimet më të bukura të fëminisë, që të ndjek pas të rjetën. Dhe veçanërisht kur je larg vendit tënd, kur je larg vendlindjes tënde, bëhet simbolik e shtëpisë. Këtu kanë luajtur si fëmijë. Këtu kanë qenë bashkë të gjithë me njëri tjetrin, familje të mëdha. Pas viteve 90, të gjithë kanë provuar emigracionin. Por janë kthyer dhe këtu luajnë tani nipat dhe mbesat, pikërisht në këtë lisharës, në këtë kujtim fëminie.